Sot kina dalë bëjmë një protest. Вработените во подружницата на пошта во Тетово излегоа на протест. Тие се револтирани, бидејќи речиси една година платата ја добиваат по 20 во месецот, а немаат ниту здравствено осигурување и не можат навреме да ги платат сметките и ратите за кредит. Тетово фина афër 120. Edhe në kitë 120? Jo vetëm 120 tu, ne në këtë Maqedoninë afër 1700 punëtor, po kjo nuk o vetëm Tetovo, kjo në krejt Maqedoni. Do konsultona, do vazhdojmë njerëz sa të marrëm rrogë. Se edhe ne përgjithmonë duhet ta zgjedhim problemin e rrogave, se u bë afër 1 vjet të gjithë çdo herë rrogat vonohen me 15 ditë. A çdo herë ne kena marrë me 100 deri me 500. Duke marrë parasysh nevojat e punëtorëve, kemi me lloj problematika, dikush ka banesë, dikush do të paguje ratën, po rritin fëmijët, po shkolla, diçka. Thonë, gjitha këto janë ato arsye që mungesa sjell gjitha këto probleme pastaj këta. Dhe kjo është një ndër arsyet e protestës sotshme. Директорот на подружницата во Тетово ги поддржува вработените бидејќи како што вели, тие даваат максимум во својата работа и работат во лоши услови. Të cilat janë këtu e kanë përkrajën teme të pa rezervë në drejtimin e sigurimit të rrogave. Për shkak se të gjithë të punëtor apo shumica dërmuese e këtyre prej kësaj rroge mban familje edhe e bëjnë punën me përkushtim. Ata të cilët nuk i respektojnë të drejtat e punëtorëve, qoftë ligjore, qoftë kontratës kolektive, ato duhet ta kenë parasysh se nuk bëjnë një punë të mirë. Unë besoj dhe shpresoj se kjo protest do të jep rezultate për vetëdijsimin apo për përmirësimin e kushteve edhe në aspektin e rrogës, edhe në aspektin e përgjithshëm të funksionimit poshtës. Според вработените, доколку состојбата не се подобри, ќе продолжат со протестите и во наредните денови.